Ndjekës të Almak Press, mirë mbroma dhe mirë se erdhët në këta agora. Kam shumë kënaqësi që këtë minutazh për të diskutuar për disa prej zhvillimeve kryesore politike dhe jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, të minutazh ta ndaj me antarin e kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, njëkohësisht edhe ish nënkryetar i këtij subjekti politik, Bajram Rexhepi. Mirë mbroma dhe faleminderit që pranove ftesën time. Mirë mbroma dhe faleminderit për ftesën tuaj. Takimi jon i fundit mediatik, po themi, ka qenë në prag të fushatës së 2025-s, ku ju konkuronit për kryetar komune në Tetov. Rezultatet janë ato që janë, u interpretuan si fitore në mënyra të ndryshme nga të dyja kampet. Rezultati i atyre zgjedhjeve dhe zhvillimeve të fundit politik, në çfarë momenti apo realiteti politik na ka sjell tani, le të themi, të gjithë Maqedoninë, jo vetëm elementin shqiptar? Tani që të kuptohet situata momentale politike në Maqedoninë e Veriut, duhet shifet, historikisht, bëjmë një retrospektiv të ngjarjeve se çfarë ka ndodhur spaku këtë historinë më të fundit të shtetit të Maqedonisë së Veriut. Ju e dini që kjo pjesë e Europës ka qenë për shumë gjatë kohë një arenë e përplasjeve të ndryshme geopolitike, geostrategjike e kështu me radhë. Në gjykimin tim, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë qenë për një kohë shumë të gjatë pjesa më e shtypur e gjithë kombit tonë. Historikisht, po ta shihni për shembull, prej luftës së dytë botërore e Kandej, pjesa jonë e shqiptarëve të Maqedonisë ka qenë shumë më keq për shembull se shqiptarëve të Kosovës. Periudha e viteve 50 e 60 me planin famkeq të Akademisë së Shkencave të Beogradit, pjesa dërmuese e shqiptarëve të Maqedonisë migruan një pjesë shumë e madhe në Turqi, pastaj më vonë edhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian e Gjetiu. Edhe po ta shihni për shembull, sot shqiptarët të Maqedonisë më shumë jetojnë në Turqi e në diasporë se sa këtu te ne. Kosova nuk e ka patur këtë telash, sidomos viteve 70-80, sepse kishte një autonomi mjaft të zgjeruar edhe kishin shumë të drejta se në shqiptarët këtu. Por së vërtetës, sistemi jugosllav eksperimentet e veta i ka bërë gjithmonë në Maqedoni, me shqiptarët e Maqedonisë, pastaj i ka implementuar në zonat e tjera. Po nuk do doja të përmendja, është fjalë eksperimente, edhe pse ashtu është. Në fakt, e vërtetë është ajo. Edhe pastaj ju për shembull që nuk keni jetuar këtu ose një pjesë e madhe e trive që nuk e kanë përjetuar atë periudhë, nuk e dini se shqiptarët kanë qenë një kombi përjashtuar nga shteti, komplet i përjashtuar. Ne nuk kemi patur absolutisht asnjë të drejtë në këtë shtet, deri viteve 90-ta dhe sidomos deri në luftën e vitit 2001. Për shembull, në vitin 2001 lufta e gjeti Maqedoninë e Veriut me më pak se 1% përfaqësim në gjitha institucionet shtetërore. Në polici, në ushtri, në administratën publike e Gjetiut. Vetëm në vende ku kanë punuar shqiptarët kanë qenë shkollat, edhe aty ka pat një diskriminim jashtëzakonisht shumë të madh. Për shembull, deri viteve 90-ta kanë qenë shumë të limituara mundësitë që të shkollohesh edhe në shkollë të mesme flasim. Bile shumica e njerëzve të rive sot nuk mund ta kuptojnë, a edhe sidomos të tjerët të huajt, se jemi vetëm i vend në botë ku kemi dëshmor, kemi të vrarë për universitet. Zatën dhe këto ishin kushtet që sollën 2001-shin. Po atë doja të vija deri ajo. U akumulua një energji jashtëzakonisht shumë e madhe negative te popullata jonë, që shpërtheu me luftën e vitit 2001. Edhe ajo nuk ishte rastësishme. Pavarësisht gjitha kualifikimeve të ndryshme që bëjnë jo vetëm maqedonasit, po edhe për fat keq edhe shqiptar, lufta e vitit 2001 ka patur një përkrahje absolute të shqiptarëve. Mbi 99% të shqiptarëve e kanë mbështetur atë luftë. Edhe si pasojë asaj lufte, erdhi edhe kompromisi marrëveshjehorit. Duhet ta theksojmë dhe ta ritheksojmë shumë herë që ajo marrëveshje nuk ka qenë ideale, ka qenë një marrëveshje kompromisi. Shumë gjëra nuk janë definuar në detaje, po prandaj edhe quhet kornizë, sepse fryma e asaj marrëveshje ka qenë, domethënë, që
çështje të zgjidhen, probleme të zgjidhen në mënyrë konsenzuale. Do të thonë të instalohet një demokraci konsenzuale në Maqedoni, pasi që ndarja etnike, do të thonë modele tjera të federalizimit e të kantonizimit kanë qenë të papranueshme dhe ky ishte kompromisi, do të thonë i luftës së vitit 2001 me marrëveshjen e Ohrit. Edhe ajo marrëveshje duhet të zbatohet shumë shpejt. Ka shumë kritika drejt Bashkimit Demokratik për Integrim, pse nuk e implementuam më herët. Kjo edhe me të drejtë. Po nuk ka qenë lehtë, se gjithë periudhën sa ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri, ka qenë një luftë e ashpër me partnerët e koalicionit, qofshin ato LSDM apo VMRO-DPMN, për secilën çështje që është dashur të zgjidhet. Shumë nga të ftuarit e një që kam pas në këtë emision, e përsin e BDI-s në, po themi, edhe në ekzekutiv, ja kanë dedikuar më shumë dobësisë së LSDM-s se sa forcës së BDI-s. Tani, ato lloj pushteti që ju patët, sidomos në legjislaturën e fundit, i dedikohet dobësisë së LSDM-s, apo ju arritët që ta konsolidoni subjektin tuaj politik aq fort sa ti kishit të gjithë numrat për të imponuar shumë ndryshime të rëndësishme? Dëgjoj, argumentet gjithmonë kanë qenë në anën tonë. Po të jemi të sinqertë, do të thënë, ka patur periudha të ndryshme kohore ku partnerët që janë ndryshuar në kampin politik maqedonës kanë patur qasje komplet ndryshe ndaj çështjeve shqiptare. Aktualisht e kemi strukturën më nacionaliste, nuk e them vetëm në qeveri, po si bindje nacionaliste që sot menaxhojnë me institucionet shtetërore, edhe për fat të keq jemi në këtë situatë ku jemi, ku gradualisht po zhbëhen të gjitha ato arritje, ato zgjidhje ligjore, me akte nënligjore, me të gjitha procedurat tjera legislative që u sollën në periudhën deri në vitin 2024, po zhbëhen një nga një, që nga përdorimi i gjuhës shqipe, e të gjitha të drejtat që shqiptarët i arritën, domethënë jo se na i dha dikush, po i arritëm se na takonin, asnjëherë nuk kemi patur problem që të kërkojmë diçka që nuk na takon. Gjithçka që ne kemi marrë nuk është se dikush tjetër ka humb. Nga asnjë arritur e shqiptarëve nuk humbet dikush tjetër. Jemi shumë të qartë kjo punë. Po ajo që është shumë e rëndësishme të diskutohet, të theksohet, të ripërsëritet, se e kemi theksuar edhe shumë herë. Janë faktorët tjerë të jashtëm që ndikojnë të politika e Maqedonisë së Veriut. Shifni për shembull një nga rezolutat që solli vitin e kaluar Parlamenti Evropian, ku thot Maqedonia e Veriut po rrezikohet nga bota serbe. Një rezolutë e sjellë nga Parlamenti Evropian. Mendoni se ishte e rastësishme se ato po bëjnë politik me Maqedoninë ose duan të ndihmojnë një kamp politik? Absolutisht jo. Në anën tjetër, e shihni se çfarë ndodh për shembull me ndikimin rus, sidomos në Evropën lindore. Po negociohet, është negociuar gjatë antarësimi i Ukrainës edhe i vendeve të lindjes në Bashkimin Evropian. Do të thënë, është dashur të ketë një dakordsi nga Federata Ruse për këto antarësime. Po e njëjta ndodh me Gjeorgjinë, me Armeninë, me vende të tjera. Edhe tani se kjo botërisht dihet, ato jo që e kanë fshehur këtë. E dini për shembull se çfarë rezistence edhe çfarë kundërshtimi ka patur Federata Ruse për antarësimin e vendeve të rajonit në NATO. Edhe ato botërisht e thonë këtë, vetëm ta përfundoj jona, të lutem, është shumë e rëndësishme. Tani e njëjta është edhe për Maqedoninë e Veriut. Ato kanë bërë luftë, kanë bërë gjithçka që Maqedonia mos të antarësohet në NATO. Ato po bëjnë edhe sot gjithçka që Maqedonia mos të antarësohet në Bashkimin Evropian. Se kjo është interes jetik i Federatës Ruse që lihet një status quo në rajon, që të mund të kenë kontroll nëpërmjet problemeve dhe të lasheve ndëretnike që mund të sjellin kohën mbas kohës. Ballkani gjithmonë ka ditur të jetë një bure baruti që ka mund të ndesë edhe luftën e parë botërore edhe dytën e kështu me radhë. Edhe kjo nuk është e rastësishme që sot kemi një qeveri anti-evropiane që absolutisht nuk e kanë ndërmend të bëjnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese edhe gjithçka tjetër për të filluar hapjen e kapitujve, sepse oficialisht negociatat janë të filluara në Maqedoninë e Veriut. Po ajo që është më trishtuese, ajo që është më e dhimbshme,
se kësaj ideologjie, kësaj mindseti kolektiv, kësaj bindje politike, po i ndihmojnë edhe shqiptarët jashtëzakonisht shumë. Se pa shqiptarët kjo nuk bëhet. Në periudha të ndryshme kohore, shqiptarët kanë ditur edhe bëjnë gabime fatale në favor të interesave të ndryshme geopolitike që kanë qenë të pranishme në rajonin e Ballkanit, po sidomos në Maqedoni, sepse këtu gërshëtohen shumë interesat ndryshme të fuqive të ndryshme. Prandaj është rishtuese kur e shohim se për shembull forcat ndryshme politike po e mbështetin edhe po i japin krah kësaj politike anti-evropiane, sidomos këtu në Maqedoni. U përpoqja mos të ndërpres sidomos kur bëre pjesën e retrospektivit. Kushtetuta e 91-shit në Maqedoni është konsideruar edhe si generatori i krizave që më pas prodhoi atë akumulim të madh 10 vjeçarin e parë që solli dhe 2001-shin. Në marrëveshjen e Ohrit, që është produkt i post 2001-shit, ju tha që disa çështje nuk u definuan, ju la le të themi frymës së kompromisit edhe bashkëpunimit. Si mund t'i lihej frymës së mirëkuptimit me një forcë që sapo kishte dalë ose me një nacionalitet që ishte dashur të bëhej luftë për të bërë ajo marrëveshje e Ohrit. Dhe nëse nuk u definua në marrëveshjen e Ohrit që të kishte një zgjedhje definitive, mendoni që nuk patët kohë këtë 20 vjeçar që t'i definonit dhe disa çështje të mos ngeleshin më me mundësinë për t'u rihapur apo për t'u ridiskutuar? Ku çedoi ky definim i disa çështjeve që sot marrin akoma vëmendje në aktualitet? Me shumë të drejtë, po ju parafërsisht po jap një sqarim shumë thjesht. Ju keni disa mira ligje që duhet të sillen në frymën e marrëveshjes së Ohrit. Keni me mira e dhjetëra mira akte ligjore që duhet sillen konform kushtetutës, konform ligjeve dhe konform marrëveshjes së Ohrit. Çdo ligj, çdo akt ligjor ka qenë një luftë në vete që të mund të arrihet deri te kompromisi. Edhe shifni për shembull sa zgjati puna e sjelljes së ligjit të gjungëve. Ligji i gjungëve u soll në vitin 2018. Edhe ju kujtohet në çfarë situate u soll. VMRO-ja bëri një rezistencë jashtëzakonisht shumë të fuqishme për atë ligj. Po jo vetëm, domethënë, nuk e nënshkroi kryetari i shtetit, duheshte të kthehet në lexim të tretë në parlament, edhe VMRO-ja në këto zgjedhje, si në fushatën parazgjedhore, në platformën zgjedhore të tyre, e promovuan se do e zhbëjnë këtë ligj. Siç e premtuan para elektoratit tyre se do e zhbëjnë ligjin e gjuhës shqipe, do e zhbëjnë balancuesin e kështu me radhë. Dhe kjo që ndodh sot nuk është rastësisht. Sado që të mundohen ta kamuflojnë edhe ta amballazhojnë me një frym kinse bashkëpunimi në qeveri. Këto kanë ardhur në pushtet me këto premtime para elektoratit. Po ju keni bashkëqeverisur me tani, po prandaj atë doja t'ju thoja se nuk ka qenë lehtë as edhe një ligj i vetëm të sillet. As edhe një akt i vetëm në ligjor në institucione të ndryshme të sillet. Ka qenë një luftë, do thoja edhe më e ashpër gjithë asaj periudhe se sa lufta e vitit 2001. Se nuk ka qenë e kollajshme për shembull t'i bindesh se ne nuk kemi patur 61 deputet që t'i sillim ligjet vet. Është dashur patjetër një kompromis, se fundi fundit do e çosh një ligj në parlament edhe nuk votohet. Nuk ke shumicë që të mund ta kalosh. Prandaj duhet të gjithë ta dinë se nuk ka qenë thjesht edhe periudha me VMRO-n edhe me LSDM-n që të arrihen ato të zgjidhen ato çështje jetike që kanë qenë për shqiptarët. Ka qenë shumë e vështirë bile. Prandaj kur e shoh sot që thonë pse nuk i zgjodhi BDI-ja atëherë, pse nuk e zgjodhi, po janë zgjedh mbi 90% e çështjeve të rëndësishme në shtet ose do thoj edhe më shumë. Edhe tani çfarë duhet bëjnë? Këto duhen të na bindin neve, këto sidomos kjo pjesa shqiptare si quhet Vleni, që do vinë, që ne kemi ardhur jo për të zgjidhur çështje shqiptare këtu, është dash BDI-ja, kjo punë e BDI-s është. Tamam puna tani, po për çfarë jeni ju? Me që e përmendët elementin shqiptar që i ndihmon her pas here filozofive të mbrapshta, i përmendët numerikisht VMRO-n, e përmendët së fundmi dhe Partinë Vlen. Ky status sot ose ky moment politik i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut i dedikohet forcës së VMRO-s apo dobësisë së Vlenit? I dedikohet ndikimit jashtëzakonisht shumë të fuqishëm rus dhe serb që aktualisht po vepron në Maqedoninë e Veriut.
Kjo ka qenë një skenar i mirë menduar, i mirë përgatitur, po më herët nuk kanë pas të lehtë edhe nuk kanë pas fush veprim të kollajshëm që të veprojnë. Tani ju janë krijuar kushtet, pasi që kanë një qeveri anti-shqiptare, albanofobe do thoja, një frymë albanofobe në qeverisje, paramendoni për shembull, mos flas me emrat përveçëm, paramendoni keni një zëvendës kryeministër për te Ministria për Sistem Politik që ishte detyrim i së cilës ishte implementimi i marrëveshjes sorit. E keni një serb ultranacionalist sot aty. Sa e rrezikon? Çfarë sinjali është kjo për shqiptarët, ju lutem? Nisur të këto sinjale dhe tek i gjithë ky kombinim, sa e rrezikon Maqedoninë e Veriut ose stabilitetin e saj, nacionalizmi nga njëra anë, dobësia nga ana tjetër, impakti rus nga ana tjetër, gjithë këto kombinime as pak të favorshme, e rrezikojnë qetësinë dhe stabilitetin e vendit? Ndëgjo. Apo janë thjesht për konsum politik ditor? Tani të thuash se e rrezikojnë qenësinë e shtetit nuk do thoja. Jo, qartë, stabilitetin edhe qetësinë e funksionimit të shtetit. Ajo që do thoja, jo që e rrezikojnë. Këto po e vrasin të ardhmen e fëmijëve ta. Kjo është rreziku më i madh për shtetin. Se e shifni për shembull se po vetëdijsohen edhe të rinjt, se ato deri sot nuk kanë mundur ta kuptojnë se ka një qeveri që nuk ju lejon atyne për shembull të flasin ose të japin një provim gjuhën shqipe. Se dhe nuk ka qenë e nevojshme më herët, për shkak se shumica e shqiptarëve edhe kanë mundur të japin një provim gjuhën maqedone, se edhe kanë folur gjuhë. Sot është problemi i madh. Në gjitha anketat, gjitha sondazhet që janë bërë, dëshmohet se mbi 70% të atyre studentëve as pak nuk e flasin gjuhën maqedone. Si do mund të japin ato provim? Këto të rinj sot nuk mund ta kuptojnë se shteti është armiku i tyre. Edhe prandaj po vetëdijsohet edhe po zgjohet ajo klasë shumë e rëndësishme e shoqërisë sonë. Po ajo që është më rreziku më i madh për këtë shtet është se po e vrasin të ardhmen e fëmijëve tanë. Nuk ke asnjë shtet në botë që është zhvilluar ekonomikisht duke patur probleme të brendshme ndërretnike, duke patur telashe të mëdha çdo ditë, duke patur 1/3 e popullatës që shtetin e shef si armik, si dëmtuesin kryesor të interesave të tyre. Me që i përmendëm të rinjt edhe studentët edhe implementimin e gjuhës shqipe apo mundësisë që ata të japin provim në gjuhën shqipe. Unë nuk do i qëndroj akoma këtij diskutimit, po deri tani është dhënë në gjuhën maqedone, ju pse nuk e keni zgjidhur këtë, sepse ja u bëra këtë pyetje, sepse nuk i keni definuar në 20 vite disa çështje. Jo, po ju përgjigjem edhe tek kjo. Ja, konkretisht. Ju thash ligji është sjellur në vitin 2019 ka në fuqi. Po ta shihni për shembull në 23 më duket, i obligon të gjitha institucionet që të gjitha ligjet, të gjitha aktet nënligjore të i përshtatin konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Edhe kjo ka patur një afat një vjeçar, domethënë deri në vitin 2020, deri nga mesi i vitit 2020, që të gjitha aktet nënligjore të sillen. Po nuk duhet të harrojmë, se ajo periudhë ka qenë periudhë shumë kritike, jo vetëm për shtetin, por për gjithë botën. Erdhëm, ishte periudha e Covidit, e pandemisë, ku kishte telashe shumë më të mëdha se sa këto çështje, se edhe këto nuk duhet lihen anash, sigurisht. Kishim një periudhë zgjedhore, kishim një krizë ekonomike jashtëzakonisht shumë të fuqishme që goditi çdo aspekt të jetës, edhe çdo pore të jetës, edhe të shoqërisë. Kishim pastaj zgjedhjet shumë afër, zgjedhjet lokale, edhe kjo normalisht është e pamundur që të zgjidhen të gjitha këto çështje. Po ta shifni për shembull, mbas sjelljes së ligjit për përdorimin e gjuhëve, ke me mira ligje që duhet të përshtaten edhe të adaptohen konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Po me mira akte të tjera nënligjore, siç është edhe akti nënligjor për dhënien e provimit jurisprudencës. Edhe është e pamundur që të gjitha të sillen menjëherë. Është një lëshim, e pranoj, por nuk do me thënë se nuk duhet të zgjidhet, sepse ajo nevojë e studentëve ka qenë më e vogël në të kaluarën dhe po vjen duke u rritur nga viti në vit, sepse të rinjt shqiptar nuk e flasin maqedonishtën si e kanë folur më herët, sepse kanë studiuar nëpër universitetet maqedonase. Kjo nevojë po bëhet jetike për studentët, po bëhet një nevojë imediate që zgjidhet një ditë përpara. Prandaj edhe nuk mund të thuhet se nuk e zgjodhi BDI-ja edhe nuk është obligimi jonë, se vetëm BDI-ja i ka patur këto obligime që të zgjidhë çështjet kombëtare. Kjo i vjen se këto nuk janë përfaqësues të shqiptarëve, që de facto edhe nuk janë, sepse janë të përzgjedhurit e kryeministrit në të qeveri, po
besoj se dita ditës populli jonë po vetë disohet se domethënë nuk kemi një qeveri në të cilën përfaqësohen të dy etnitë, po kemi një qeveri monoetnike dhe me disa të përzgjedhur të kryeministrit që absolutisht nuk kanë asnjë fuqi vendimarrëse në qeverisjen e sotshme të vendit. E kemi përmendur shpeshherë BDI-n dhe këtë 20 vjeçar me lëvdatat edhe kritikat që janë adresuar. Së fundmi, shumë në qendër të vëmendjes edhe të opinionit publik, le të themi të formuluar në formë kritike, ka qenë ndryshimet që i duheshe të bënte Bashkimi Demokratik për integrim brenda strukturave të veta, le të themi për të sjellë një ofertë tjetër më të pranueshme për elektoratin. Një ndryshim që erdhi me ndryshimet e brendshme në strukturën, në të gjitha strukturat, si u realizua, le të themi, ky proces që la edhe të kënaqurit, po edhe të pakënaqurit e vet. Ishte një proces katarsis deri diku i vështirë? Jo, ishte një proces krejtësisht i natyrshëm. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka ditur gjithmonë që edhe politikën kadrovike ta përshtat konform nevojave të kohës. Ishte një nevojë e kohës që të bëhej një reformë e tillë brenda strukturave tona. Besoni për shembull në strukturat të thejtë se mbi 80% e njerëzve janë të ri. Edhe unë besoj se Bashkimi Demokratik për Integrim aktualisht është më i fortë se asnjëherë më parë. Çdo ditë domethënë po strukturohet në të gjitha nivelet. Kemi një interesim të jashtëzakonshëm të rijve, sidomos për të kyçur në strukturat tona udhëheqëse, dhe kjo është një lajm shumë i mirë. Besoj se në zgjedhjet e ardhshme kjo do të dëshmohet, sepse do kemi një fitore absolute dhe plebiscitare në gjithë vendet. Një siguri që e artikulon politika sido që tjetë. Megjithatë nga ana tjetër, po themi në kampin shqiptar, ish koalicioni Vlen u bashkuan për të krijuar një subjekt politik që është Partia Vlen. Me disa prej tyre në etapa të ndryshme të rrugtimit politik i keni bërë ca copë rrugë bashk në ideologji, në mendësi, në veprimtari, se realisht 20 vitet e pushtetit të Bashkimit Demokratik për Integrim her pas here janë edhe këto forcat e tjera që janë bashkangjitur, nga pak, nga shumë, po që këtë rrugtim e keni bërë bashk. Jeni optimist për këtë frymë të re që po i vjen politikës, le të themi që diku keni qenë bashk dhe jeni ndarë, po ka nga ta tjerë që janë të ndarë, po bëhen bashk. Flet kjo për një mundësi të re politike në Maqedoninë e Veriut, apo është kalkulim? Po ta shohësh domethënë nga këndvështrimi politik, kjo që ndodh brenda strukturave të Vlenit është absurde. Tash paramendo ke patur një pjesë të madhe që kanë qenë pjesë e strukturave të BDI-s. Po të nisim për shembull, mos i përmendim me emra, shumë nën kryetar të Bashkimit Demokratik për Integrim i kje sot andej. Ndërsa një pjesë e madhe e jona nuk kemi qenë përfshira në për strukturat e larta partijake. Pjesa dërmuese e strukturave të sotshme nuk kanë qenë. E tani paramendo, ato struktura që kanë patur pushtet absolut në BDI, po e sulmojnë BDI-n se nuk i ka zgjidhur të çështje kombëtare dhe thonë se ka qenë obligimi i BDI-s, ndërkohë që është dashur ato të zgjidhin. Këto të sotshmit nuk kanë qenë përpara, nuk kanë patur mundësi të zgjidhin. Kanë patur pikërisht ato që janë sot në Vlen. Merri me radhë, mos i përmendim me emra. Po ajo që është jetike të kuptohet, se Bashkimi Demokratik për Integrim është një aset kombëtar që lindi si rezultat i atij kushtrimi të madh popullor të vitit 2001. Ishte uniteti më i madh kombëtar rreth një ideje, rreth një platforme, cilit ju bashkuan gjithë shqiptarët. Ndërsa shife për shembull se çfarë po ndodh brenda Vlenit. Copza partish të coptuara një herë, të bëra bashkë, të coptuara përsëri, mundohen të bëjnë një subjekt politik, edhe ajo që është më tragjike, edhe më komike njëkohësisht, nuk mund zgjedhin kryetar. A mund të imagjinoni për shembull si mund të funksionojë një subjekt politik me më shumë kryetar? Pse dhja ka ndonjë rast tjetër në botë ku një parti politike. Kjo flet për një frymë kompromisi. Po pikërisht jo për frymë kompromisi, është për një frymë mosbesimi. Nuk i besojnë njëri tjetrit që të mund të kenë një lider
i cili do i përfaqësojë. Është absurde për shembull të presësh një funksionalitet brenda atij subjekti politik kur besimi ndërmjet njerëzve është zero. Edhe aty nuk ka as ideologji, nuk ka as platformë politike, nuk ka as statut partijak. E dini që nuk i kanë çregjistruar akoma ato partitë e vjetra, se nuk i besojnë njëri tjetrit. Nuk mund të ketë perspektiv një subjekt i cili është themeluar nga copza partish si rezultat i inateve politike, si rezultat i kacafytjeve të ndryshme që kanë ndodhur brenda tyre, edhe të presish që do krijojnë një frymë imuniteti. Është absurde, është e paimagjinueshme që nesër një subjekt i tillë politik që sjell ndonjë dobi shqiptarëve ose ti përfaqësoj shqiptarët ashtu siç duhet. Do e shihni, do i vej koha, do e shihni se sa mund të funksionojnë së bashku ato. Është e pamundur, nuk ka as edhe logjikë elementare që pa asnjë kauz, domethënë vetëm për punë inate që janë bashkuar një pjesë e ish strukturave tona edhe t'i bëjnë ballë Bashkimit Demokratik për Integrim. Do jetë e pamundur. Keni qenë nën kryetar i këtij subjekti, jeni antar i kryesisë qendrore, e njihni shumë mirë edhe frymën edhe mekanizmin se si funksionon nga brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, i dini dhe të thënat dhe të pathënat. Në këtë rrugtim, ashtu siç e thatë që Bashkimi Demokratik për Integrim lindi nga një kauze përbashkët që ju bashkangjitën thuajse në unanimitet shqiptarët. Çfarë mendoni se bët keq, bët gabim në këtë rrugtim që lat kaq shumë të pakënaqur që u shkëputën nga ky subjekt? Se nuk janë shkëputur antar të simpatizantë, domethënë ne keni hierarkinë nga nën kryetare poshtë. Gabime ka patur. Asnjë subjekt politik, asnjë njeri nuk jetë përsosur që mos ketë gabime. Po ne nuk kemi bërë, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka bërë gabime në rrugtimin politik, në çështjet jetike të shqiptarëve. Ka qenë një mbrojtës i fuqishëm i kauzës tonë kombëtare. Edhe kjo duhet të jetë e qartë për të gjithë. Pra ata nuk ikën për kauza, ikën për absolutisht. Po doja t'ua tregoj këtë. Po ishte një periudhë shumë e gjatë kohore e mirë përgatitur nga qartje anti-shqiptare, se BDI ka qenë përfaqësuesi shqiptarëve. Kur sulmohet BDI, sulmon shqiptarët në përgjithësi. Ishte një periudhë shumë e gjatë kohore e demonizimit, e satanizimit BDI, se këtu është një strukturë e kriminalizuar, është një strukturë çfarë nuk shpikën e çfarë nuk shpifën për njerëzit tanë. Edhe ja tani, keni 2 vite që ato janë pushtet, edhe çfarë vërtetuan nga ato akuza shumë të rënda që bëheshin për njerëzit tanë. As edhe një gjë vetme nuk je serioze, sot për shembull që tua vërtetoja tezën e tyre se në BDI po bëhet nami se këtu është kriminaliteti. Më shumë do thoja se nuk ishte punë gabimesh, ishte punë e një propagande shumë të ashpër që bëheshte kundër BDI-s, edhe në përgjithësi kundër Ali Ahmetit, dhe për fat të ketë një pjesë e njerëzve i besuan asaj. Po edhe ndoshta duheshte të ndodhë për një periudhë që të jemi ne në opozit, që edhe të strukturohemi, po edhe ta shohin shqiptarët dallimin se si kemi përfaqësuar ne, edhe si i përfaqësojnë sot këta që sillen si përfaqësuesit e shqiptarëve, a në fakt janë të përzgjedhurit e kryeministrit, se këtu nuk ka patur negociata kur është bërë qeveria, thuash gjithmonë ka qenë një periudhë negociatash ku janë përshtatur programet zgjedhore, janë përshtatur platformat, janë bërë bashkë në programin qeverisës. Këtu ka patur absolutisht një përzgjedhje të kryeministrit, ju ka thënë kjo është e juaja, edhe nuk ka patur negociata ose diskutim për atë. Edhe mund ta mendoni sot për shembull të shkojë ndonjëri prej tyre, edhe t'i kërkoj diçka më shumë ose t'i kundërshtoj kryeministrit, e shihni sjelljen e për shembull kur vinte te kryeministrin Tetov, se si talleshte me kryetarin e komunës tonë, ai ishte të mërshme, nuk e lejon as tradita jonë, nuk e lejon as kultura jonë, një sjellje që të vi dikush të poshtroj te pragu i shtëpisë. A mendoni se çdo njerëz mund të shkojnë sot në qeveri edhe të jenë partner
qeverisë, absolutisht jo. Kur flasim për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, padyshim që ata nuk mund t'i shohim si të veçuar. Pra, kemi shqiptarët e Shqipërisë, kemi shqiptarët e Kosovës, e kur flasim për këtë funksionimin e shqiptarëve në një ligë rajonale, është krijuar kjo lloj filozofie se Kosova është krah vlenit, politikisht po themi, Shqipëria është krah BDI-s. Pra, politikisht, është krijuar ky lloj diskursi publik. Cila është mënyra më e mirë që Kosova dhe Shqipëria mund t'i adresojnë mbështetjen e tyre shqiptarëve të Maqedonisë? Dhe jo, Jona. Se her pas here janë bërë shumë të dukshme këto ndërhyrjet. Kjo që ndodh, jo të dukshme, ti e ke vetëvendosjen pjesë të vlenit. Tani, jemi sinqert, nuk e di se para se të bëhet vlen ishte len. Tani vëja që u shtua përpara nuk e di nëse ishte VMRO apo vetëvendosje. Sinqerisht nuk e di. Nëse është për shkak të vetëvendosjes, atëherë vetëvendosjen e ke brenda qeverisë, brenda vlen. Që është një akt i papresident që nuk ka ndodhur deri sot. Kam përsëritur disa herë, është një agresion politik që është duke ndodhur sot nga ana e qeverisë aktuale të Kosovës tonë Maqedoni. Ti jemi sinqert, kam pasur një bindje shumë pozitive. Kujt i shërben kjo? I shërben interesave anti-shqiptare, dhe askuj tjetër. Në interesin kombëtar toni nuk është. Kam pasur një simpati, them drejtën, edhe një besim te kryeministri aktual i Kosovës, përderisa ishte në opozit me atë që donte për shembull të bëjë një reformë jashtëzakonshme. Po sot po shihet se ka qenë një demagogji si asnjëherë më parë. Një demagogji trishtuese. Çfarë ndodhi për shembull me ndërhyrjet, me atë agresionin politik që qeveria aktuale e Kosovës pati këtu te ne? A ju solli ndonjë dobi shqiptarëve? A janë shqiptarët sot më mirë se para 2 vitesh? A kanë më shumë drejta? A kanë më shumë liri? Absolutisht jo. Domethënë, shife rezultatin. Rezultati është absolutisht i disfavorshëm për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Edhe tani po lind pyetja pse ndodh kjo. Përflitet shumë, Tirana e përkrah BDI-n, Prishtina e përkrah Vlenin. Jo, nuk është ashtu. Përflitet për shembull pse ambasadori shqiptar ka qenë shumë aktiv. Ambasadori shqiptar ka obligim kushtetues si masneni 8 Kushtetutës shqiptare që të përkujdeset për shqiptarët gjithandej ku jetojnë. Edhe është shumë normale që ambasadori shqiptar të ketë një rol aktiv gjithandej ku jetojnë shqiptarët. Nuk është as pak përzierje në politikë ose në punët e brendshme të një shteti. Ndërsa në anën tjetër, ke një vetëvendosje që është bërë pjesë e qeverisë tonë Maqedoni, edhe shqiptarët po e pësojnë në mënyrë dramatike këtë. Shifni për shembull sjelljen e kryeministrit të Kosovës kur thotë gjuha shqipe ose nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni. Ajo është njësoj si të vinë shkup të thotë nuk duhet të ketë ligj. Spaku shqiptarët e Maqedonisë kanë prit që kryeministri i Kosovës të vinë shkup edhe të thotë se kjo duhet t'ju garantohet shqiptarëve, kjo duhet të bëhet, nëse nuk ka ligj duhet sa më shpejt që ta sillni, se në momentin që ai thotë se nuk ka ligj për përdorimin e shqipes, në fjalorin diplomatik, kjo për strukturat nacionaliste maqedonase i vjen se nuk duhet të ketë ligj, nuk duhet të ketë gjuhë shqipe në institucion. Edhe ato kanë aplauduar gjithë ditën, atë ditë kur e kanë dëgjuar atë deklaratë. Kjo ishte e tmerrshme. Shqiptarët e Maqedonisë nuk e kanë merituar një trajtim të tillë nga ana e qeverisë Kosovës. Nuk flas për punë partish, për punë politike. Nga ana e qeverisë Kosovës, se kur vjen një kryeministër, thotë është ndryshe nga ajo që thotë një kryetar partie. Ne kemi bërë gjithçka për Kosovën. Shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë gjithçka për çlirimin e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës. Kanë dhënë djemt më të mirë, kanë dhënë gjithçka që kanë mundur. Ne kemi pat 1 milion kosovar këtu që i kemi mbajtur në shtëpiat tona. Edhe sot, mbas gjithë asaj që ka ndodhur historikisht prej viteve 60, 70, 80 që ne kemi bërë për Kosovën, të vijë një kryeministër edhe në midis shkupit thotë se gjuha shqipe nuk duhet të jetë zyrtare në Maqedoni, kjo është e tmerrshme. Nuk e kemi merituar një trajtim të tillë, një sjellje të tillë, sepse rezultati i sjelljes së tillë duket sot.
Gjuha shqipe po zhbohet dita ditës nga të gjitha institucionet, po largohet përdorimi i gjuhës so. Edhe nuk mund një kryeministër i Kosovës të ri duar kryq kërshi këtyre problemeve. Duhet spaku të vit thotë se nuk duhet ndodh ajo. Jo ta përkra largimin e përdorimit të gjuhës shqipe nëpër institucion. Populizmi i vetëvendosjes edhe i zotit Kurti në Kosovë është i dukshëm, edhe proceset zgjedhore atje kanë konfirmuar një gjë të tillë dhe duket sikur edhe vlen si thua i ka leverdisur ky lloj populizmi edhe të thirret në emër të këtij bashkëpunimi. Ju thatë se çfarë pasoja shla tek shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, po sipas jush çfarë leverdie ka vetëvendosja me këtë lloj mbështetje të njëanshme dhe me këtë lloj ndërhyrje tek shqiptarët? Çfarë fiton ajo në fund të ditës? Se në politikën e dim që është në një farë mënyrë edhe një farë matematike. Nuk bëhen pa një kalkulim ndërhyrje. Në afat shkurt, ndoshta kjo leverdi edhe duket se fitojnë atje, por në afat gjatë, kjo do jetë e tmerrshme. Nuk mund të ketë leverdi për kësaj politikë, absolutisht jo. Unë personalisht mendoj se ma shumë është punë inatesh tipike shqiptare, edhe punë e protagonizmit politik që çdo politikan e ka, sigurisht, se sa punë e leverdis politike. Mendoj se pasojat e kësaj, për fatkeq do i hekim ne. Edhe do duhet shumë kohë që ne t'i rikuperojmë të gjitha këto gabime që janë duke ndodhur sot si në politikën tonë, po edhe ashtu edhe në politikën e partive kosovare që, sidomos të vetëvendosjes, që mundohen të përzihen edhe të ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve këtu në Maqedoninë e Veriut. Pasojat do i hekim vetë në shqiptarët e Maqedonisë, po është një augur i keq, e kam thënë shumë herë. Ti qëndrojmë këtij diskursit opozitar, cilat janë aksionet më të rëndësishme që tani në pozitën e të qenurit opozitar keni ndërmend që të ndërmerrni? Flasim edhe për gjuhën, po flasim edhe për ligjet e tjera që janë bërë të diskutueshme. Unë mendoj që në periudhën e ardhshme do duhet të ndodhe kundërta, që ne të mund të kontrollojmë revoltën qytetare që do ndodh. Se kjo energji negative po akumulohet dita ditës. Ne nuk kemi nevojë ma t'ua bëjmë qartë shqiptarëve se e kanë qartë gjithë. Duhet ndodhe kundërta që të mund të kontrollohet revolta që do ndodh periudhën e ardhshme. Se njerëzit tonë e ndjejnë në çdo porë të jetës atë inferioritetin e këtyre përfaqësuesve tonë në qeveri, edhe ajo po ndjehet në çdo sjellje, në çdo institucion. Dita ditës po bëhet më e dukshme dhe po i prek gjithë qytetarët. Unë mendoj se e kundërta nuk është puna se do duhet bëjmë kush e di çfarë aksione. Do duhet vetëm të kontrollojmë revoltën qytetare që vjen duke u rritur çdo ditë. Tani duket të i kaluar interesat, egot, dëshirën për pushtet, se ata që hynë politik sigurisht që politika në fund e maksimalizon kërkesën me pushtetin. Nëse vleni do t'ju kërkonte bashkëpunim apo bashkërëndim të kartonave në parlament, apo të një tryezë të përbashkët, apo çfarëdo lloj mekanizmi tjetër për t'i bashkuar fuqitë në interes të shqiptarëve, në mbrojtjen e një X ligji apo në sjelljen e një X ligji, pa rëndësi, po që diçka që i shërben interesit të shqiptarëve. Ju si BDI do të ishit dakord që t'i bashkangjiteni kësaj kërkese? Patjetër që po. Ne jo vetëm tani, edhe në të kaluarën e kemi dëshmuar se kur bëhet fjalë për interesat tona kombëtare kemi ditur që të jemi bashkë. Po jena duhet kuptohet se nuk është puna tani që kjo qeveri po i dëmton interesat shqiptare. Më e theksuar se kjo është se kjo qeveri po vret të ardhmen e fëmijëve të gjithë neve, jo vetëm të shqiptarëve, edhe fëmijëve të vetë. Se shteti aktualisht është në një gjendje të mjerueshme financiare. Besoni ose jo, gjitha informacionet që i kemi, kondicioni fiskal në shtet është duke u rënuar çdo ditë dhe nuk e dia do ketë shumë për shumë pak kohë dhe atë nuk e dia do ketë për shembull rrogat i paguar.
Këto po marrin kredi, gjendja ekonomike është e mjerueshme, bilanci tregtar me shtetet jashtme është rritur në mënyrë dramatike, bilanci negativ e kam fjalën. Kondicioni buxhetor është katastrofal, investimet kanë rënë si asnjëherë më parë. Domethënë bruto prodhimi në asnjë mënyrë nuk ka lëvizur sipas projekcioneve të qeverisë në këtë periudhën e kaluar. Të shihni për shembull inflacioni, atë që na kanë sulmuar me vite për shkak të periudhës së pandemisë dhe krizës ekonomike energjetike pastaj, sot po ndodhet e njëjta edhe në mënyrë ende më dramatike. Domethënë, çdo parametër ekonomik, social, në politikën e jashtme mos flasim se jemi më të izoluar se asnjëherë më parë. Gjithçka po shpërënohet këtë shtet. Edhe unë nuk e kam vetëm drohen e asaj se po dëmtohen interesat e tona kombëtare. Ne jemi parti politike që para së gjithash na intereson edhe mirëqenia sociale, mirëqenia ekonomike, ngritja e standardit jetësor, edhe gjithmonë kemi bërë ditur se politikat tona të ardhshme do jenë të orientuara pikërisht në përmirësimin e standardit jetësor dhe të mirëqenies sociale të njerëzve. Pyetja fundit pikërisht në gjithë logjikën e asaj që më thatë. Ne nëse flasim nga njëra anë kemi raportet ndëretnike. Nga ana tjetër kemi gjithë disfavoret ekonomike që tashmë Maqedonia e Veriut po i përjeton çdo ditë në gjykim të kësaj që ju sapo thatë. Por në fund të ditës, nëse ne flasim me këtë lloj diskursi, i bie që të psojnë edhe pala maqedone, se kur buxheti është në rënje, besoj se pasojat i vuajnë edhe ata. Deri kur ose politikisht sa mund ta mbajë një subjekt politik me ideologji masën baz vetes? Ka një masë ku edhe ata thonë që patriotizmi, tua marrim shtetin shqiptarëve se na e patën marrë, ta kthejmë tek vetja etj. Po në fund të ditës, a nuk është kjo që në fund të ditës edhe ata duhet të bëjnë një kalkulim shpenzimesh, ta marrim kështu të drejt për drejt, një kalkulim shpenzimesh që e kalon pastaj ideologjinë, se kthehet në praktik ditore, jetësore. Mendoni se do mbahet gjatë kjo frymë për ta mbajtur elektoratin, apo do vi një moment që edhe te pala maqedone do ketë një lloj reflektime? Sigurisht që do ketë. Sigurisht që do ketë, po unë kam frikën se do jetë vonë. Ju e shihni për shembull se çfarë vendet e rajonit, çfarë përparimi kanë patur. Shihni për shembull krahasimin me Bullgarinë, mos flasim me Kroacinë, me Sloveninë që kemi qenë përpara një shtet. Shihni sot çfarë gjendje ekonomike janë ata dhe çfarë jemi ne. Po e di si është që të kuptohet më lehtë. Ju keni një masë të indoktrinuar të shoqërisë për shumë gjatë kohë. Besoni këtu ka patur programe të posaçme për indoktrinim edhe për rritjen e albanofobisë në Maqedoni për shumë gjatë kohë. Edhe e masë ekziston sigurisht. Edhe e kërkon një ushqim nacionalist. Që ju po e përshtatet për shembull narrativin, populizmin e kështu me radhë, sigurisht që do i përfitoni ato. Po pastaj do vi një ditë që të duhet ballafaqohesh me realitetin, se ajo nuk krijon një avantazh për shtetin. Nuk i bie dobi shtetit, i bie vetëm dëm. Nuk mund të ketë dobi për asaj. Po populizmi është për një dobi afat shkurtë, afat gjate, krijon telashe shumë të mëdha për shtetin. Unë mendoj që shumë shpejt njerëzit do arrin të ajo pikë që ta kuptojnë se me këtë populizëm nuk jetohet. Fund ditës ne të gjithë shkojmë nëpër shtëpitë tona në mbrëmje, edhe duhet fëmijëve t'ju sjellim ato që kanë të nevojshme. Nuk kërkojnë fëmijët as nacionalizëm, as populizëm, as albanofobi, se në beso të pjesa dërmuese e njerëzve tonë nuk ka as pak nacionalizëm. Edhe shqiptarët me maqedonët nuk kanë probleme që të jetojnë bashkë. Politika është ajo që e ka helmuar këtë marrëdhënie ndëretnike. Edhe atë jo për fajin tonë të shqiptarë, po pikërisht për fajin atyre strukturave që kanë dominuar, politikbërjen e rajonit, të nisur nga Moskva në Beograd, nëpërmjet Budapestit, po tani ju ndërpreh ajo li. Do e shihni për shembull se çfarë ndikimi do ketë edhe ajo. Edhe unë frikën më të madhe, dronën më të madhe e kam se
do jetë voën kur njerëzit ta kuptojnë se me nacionalizëm nuk jetohet. Ne, politika e Bashkimit Demokratik për integrim ka qenë shumë e thjeshtë. Duhet të zgjidhim këtë çështje etnike, shqiptarët të jenë barabartë me maqedonasin, edhe me gjithë vazhdojmë rrugtimin bashkë. Vazhdojmë rrugtimin bashkë, bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, që të ngritet standardi jetësor, të ketë punë për të gjithë, të ketë rroga më të larta, kushte në spitale, infrastruktura, gjithçka tjetër. Shumë e thjeshtë. Se kur ne bëhemi të barabartë, nuk humbasin të tjerët. Përfitojnë të tjerët bile. Nuk kemi kërkuar që ti merret diçka dikujt ta sjellim këtu te ne. Kemi kërkuar vetëm të barabartë jemi. Kjo ka qenë edhe leitmotivi edhe e gjithë filozofia politike e Bashkimit Demokratik për integrim që nga themelimi e deri sot. Unë falenderoj shumë për gjitha mendimet që ndave sot, edhe për gjitha përgjigjet, edhe jemi përpjekur që t'japim le të themi disa opinione sa do të vlefshme që mund t'jenë për të gjithë të ndjekësit tanë. Faleminderit shumë për praninë tënde në Agora Sondra. Edhe unë falenderoj për ftesën. Ndërkohë ne takimin e radhës e kemi si çdo të shtunë në orën 20 në Almak Press me emisionin Agora. Natën e mirë.